Në Vlorë është rikthyer tashmë në traditë fakti që Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit të zbarkojë në Bregdet sa herë që sezoni veror nis dhe Vlora bëhet gati për të pritur turistët e shumtë, siç ka ndodhur edhe në sezonet e mëparshme verore. Edhe këtë vit nuk ishte si të ndodhte ndryshe. Prej orëve të para të mëngjesit të kësaj të hëne, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit zbarkoi në Bregdetin e qarkut Vlorës. Fokusi kryesor sërish është shembja objekteve paleje dhe atyre të cilat janë të ndërtuara në kundërshtim me ligjin. Siç ka ndodhur edhe në sezonet e mëparshme verore, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka zbarkuar në qarkun e Vlorës, duke u ndalur fillimisht në Bashkinë Imar. Në këtë bashki aktualisht po shemben objekte të cilat janë me konstruksion hekuri dhe druri të vendosura përgjatë gjithë vijës bregdetare. Strukturat që do të shemben janë ato me konstruksione të lehta si druri, betoni apo edhe hekuri. Ato janë të ndërtuara rishtazi këtë vit, por edhe vitet e mëparshme në Bregdetin e Dërmiut, por edhe në të gjithë vijën bregdetare të Imarës. Janë struktura shumë pranë Bregdetit, të cilat funksionojnë si bare, beach bare, restorante apo njësi shërbimi. Madje janë me 10 objekte të evidentuara si paleje, të cilat janë të vendosura në vijën bregdetare të Imarës. Me syre nuk mungojnë as tabakinot apo tezgat që shesin produkte të ndryshme, kryesisht ushqimore. Vlen të theksohet se koha e kryerjes së këtij aksioni është një prej faktorëve dëmtues të sezonit turistik në Vlorë. Kjo për faktin se edhe aksioni sotëm është përkthyer në shqetësim për pushuesit vendas, e veçanërisht ata të huaj. Shumë prej pushuesve u larguan menjëherë nga zonat ku kryeshin shembjet, ose ato subjekte shumë pranë tyre, duke dëmtuar edhe biznesin. Ky aksioni sotëm është një tjetër imazh as pak pozitiv në sy të turistëve. Çdo sezon veror, objekteve të ndryshme u vendoset turuspa për t'i hedhur për tokë. Një situatë e cila në Vlorë përsëritet thuajse çdo vit, e sipas të gjitha gjasave dhe pritshmërive do të vazhdojë.